Makineritë për korrjen e grurit tashmë vetë se kanë filluar. Drejtori i Drejtorisë për Bujqësi në komunën e Gjakovës, Gani Hajdari, vizituan sot disa nga bujqet e fshatit Dobrosh, të cilët janë në vlugu në këtij procesi kaq të rëndësishëm për sigurimin e një rendimenti të mirë. Po siç po shifet edhe këtu në teren, veç ka filluar tash sezoni i korrjes së grurit, ku në komunën tonë janë rreth 4500 hektar të mbjellra me gror. Ne si drejtori që kemi qenë në vazhdimsi jemi monitorues të këtij procesi, po shifet që po ka rendiment dhe ka sasi të grurit, ku për 1 hektar gror mesatarja është rreth 6000 kg. Mes tjerash, drejtori Hajdari shprehi edhe një shqetësim të fermerëve në lidhje me çmimin e grurit. Shqetësimi i kësaj radhe të fermerët është se gruri për kilogram është 18 cent, edhe është shumë shqetësuese këtu llogarit kostën e prodhimit deri këtu sa kanë muni edhe sa ka kushtuar. Sa duhet të jetë me rregullore? Me rregullore këto janë shoqata ndryshme që i përcaktojnë çmimit, po jo ky çmim tek fermerët. Jo ky çmim. Se është një muni edhe një kosto shumë e madhe për me ardhur tek ky prodhim. Po ashtu shtoi se fal subvencionimit komunale dhe asaj qendrore shihet një rritje dëshirës për të punuar tokat bujqësore. I kem rreth 500 hektar gron më shumë se viteve kaluara. Janë 500 hektar, po shihet se edhe sa i përket subvencionit komunal edhe ato qendrore kanë bërë efektin e vet, po edhe puna dhe mundi këtyre fermerëve vyshëm që të vinë deri këtu. Ndërsa fermeri Agron Beçej tha se korrja këtë vit ka filluar 10 ditë më herët. Mirë, po shkon deri te metani, është dita 4 që ja kom nisur me komboj korrje fshirjet për vitin 2025. Rendimenti po thuaj është tepër i mirë, edhe vitin e kaluar kanë qenë shumë mirë, si vjet mona me thonë e ka të kalu. Po me marrë mesataren, do me thonë, une që kom fshi, do me thonë parcelat e mia, 6 ton. Po ka parcel që jamë se unë i kom doni 1 hektar, 2 hektar, ka parcel do me thonë që i ka qitë edhe për mi 7 ton. Si vjet jena hi, po thuaj se një javë, ose një 10 ditë ma herët, sikur se vitet e kaluar. Po këtu i bën klima, do me thonë si vjet ka qenë temperaturat e larta dhe gruni e lypt çatë temperaturë dhe për atë arsye kena filluar ma herët. Kujtojmë se fermerët nga gjithë Kosova janë thirrur të marrin pjesë në një protestë që do të mbahet më 2 korrik 2025 para objektit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Prishtinë. Protesta organizohet si reagim ndaj vendimit të Ministrisë për të përcaktuar çmimin e blerjes së grurit në 17 cent për kilogram.